Po vuani nga tiroidja, jashtë ato ushqimet që duhet të hani me patjetër, bëjnë mrekulli për tiroiden. Tiroidja ka një rol të rëndësishëm për organizmin ton. Ka rol kyç për funksionin e disa organeve të trupit ton, si dhe një prej hormoneve përgjegjëse, siç është edhe ai i rritjes. Mirëpo, nuk ekziston një dietë specifike për të rregulluar funksionin e tiroides, ndaj pjesa më e madhe e njerëzve që vuajnë nga tiroidja marrin ilaçe specifike. Në fakt, mund të konsumoni ushqime që përmbajnë jod dhe selen, të cilat do të ndihmojnë në këtë aspekt të shëndetit tuaj të tiroides. Në kuzhinë është mirë që të përdorni kripën e jodizuar, e cila ndihmon të gjitha ata persona që vuajnë nga. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hipotiroidizmi ose thënë ndryshe, funksioni i ulët i tiroides. Ndër të tjera, kjo krip ka edhe dobi të tjera pozitive, pasi që bën të jetoni edhe më shumë dhe të keni energji më të mëdha. Acidet yndyrore omega-3 janë një ndihmë shumë e mirë që mund t'i japin shëndetit të tiroides. Ato ndihmojnë për të gjitha funksionet e tij. Gjenden kryesisht tek peshku, salmoni, trofta, toni dhe sardelet. Gjithashtu janë burime shumë të mira të jodit dhe selenit dhe ushqyes perfekt për funksionin tuaj parësor të tiroides. Edhe molusqet, midhjet e vogla janë shumë të pasura gjithashtu edhe me selen, fosfor dhe proteina, si dhe janë një burim shumë i mirë i jodit në dietën tuaj të përgjithshme në ndihmë të shëndetit të tiroides. Në verë, edhe boronicat e kuqe janë të pasura me jod, çka çon më mirë në rregullimin e funksioneve të tiroides. Kosi është i njohur për përmbajtjen e kalciumit dhe proteinave, por është i pasur gjithashtu edhe me element të mirë të jodit. Ndaj, të gjitha ata persona që vuajnë nga tiroidja nuk duhet ta ndajnë këtë ushqim nga dieta e tyre. Një kokër veze përmban rreth 35 mikrogram jod, përqendrimi më i madh i të cilës gjendet edhe te pjesa e të verdhës së vezës. Për këtë arsye këshillohet që të konsumohen rreth 3 deri në 4 kokra vezë çdo javë, dhe përfitimet e saj do të jenë më të mira, citon health.com. Makaronat integrale kanë përmbajtje të madhe të jodit në përbërje të tyre. Në to gjenden rreth 6 mikrogram jod për një porcion prej 100 gramësh. Për të stimuluar absorbimin, këshillohet që të shoqërohen gjithmonë me perime. Është e rëndësishme që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale në mënyrë që të mbroni shëndetin e tiroides. Tiroidja ka nevojë për jod, që të funksionojë në normalitet ashtu si duhet. Nëse nuk merrni mjaftueshëm jod në dietën tuaj, rriskoheni që të vuani nga hipotiroidizmi ose streuma, gjendër tiroide që zmadhohet për të kompensuar mungesën e hormonit tiroide, sipas Medline Plus. Shumica e njerëzve nuk e kanë problem të marrin jod të mjaftueshëm, pasi kripa e tryezës është e jodizuar. Por nëse jeni në një dietë me pak natrium ose ndiqni një dietë vegane, atëherë ju duhet të rrisni marrjen e jodit nga burime të tjera natyrale. Shumë lloje të algave të detit janë të pasura me jod, por sasia mund të ndryshojë jashtëzakonisht, edhe për këtë Healthline citon: duhet të këshilloheni edhe me dietologët dhe me mjekët për të përzgjedhur sasinë e duhur. Sipas NHS, Institutit Kombëtar të Shëndetit, sasia e jodit të llojeve të ndryshme të algave të detit ndryshon në mënyrë të konsiderueshme. Për shembull, algat e detit të disponueshme në treg në formë të plotë ose edhe të fleshtë kanë një përqindje të jodit që varion nga 16 mikrogram deri në 2948 mikrogram për gram. Por kujdes, shumë jod mund të jetë i dëmshëm për tiroiden, prandaj edhe as pak jod mund të jetë gjithashtu e keqe për shëndetin. Sipas Medical News Today, do të rendisim disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet i përfshini me patjetër në dietën tuaj të përgjithshme për të ndihmuar kështu në shëndetin më të mirë të tiroides. Kosi, në veçanti produktet e qumshtit që përmbajnë mesatarisht 85 mikrogram jod për filxhan. Megjithatë, sasia e jodit në produktet e qumshtit ndryshon ndjeshëm. Kosi i thjesht me pak yndyrë ose kosi grek është një burim shumë i mirë që mund të përbëjë rreth 50% të konsumit të tij ditor. Arrat braziliane gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të tiroides. Sipas
Health.com. Arrat braziliane përmbajnë lëndë të mira ushqyese që ndihmojnë në rregullimin e hormoneve të tiroides. Seleni. Seleni mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimeve afatgjatë të tiroides të njerëzit të cilët kanë probleme të lidhura me tiroiden, si është Hashimoto ose Graves. Vetëm një bërtham përmban midis 68 dhe 91 mikrogram. Meqense kufiri maksimal është 400 mikrogram në ditë, mos e teproni. Shumë selen mund të shkaktojë rënje të flokut, zbardhje të thonjve, madje edhe probleme me shëndetin tuaj të zemrës. Qumshti gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë te personat që vuajnë nga problemet e tiroides. Qumshti dhe produktet të tjera janë burime të mira të jodit sipas NIH. Megjithatë, pijet me bazë bimore të përdorura si zhvendësuese të qumshtit, të tilla si pijet e sojës dhe bajameve, kanë në përmbajtje të tyre të lartë elementë të tillë të cilët mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për çështjen tuaj. Mishi i pulës, gjithashtu edhe mishi i viçit në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me këto produkte mund të japë rezultate fantastike në shëndetin e përgjithshëm. Zinku është një tjetër lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e tiroides. Marrja e pakët e zinkut në dietën tuaj mund të çojë në hipotiroidizëm. Nëse zhvilloni hipotiroidizëm, mund të keni edhe mungesë të zinkut, pasi hormonet tuaja tiroide ndihmojnë në absorbimin e mineralit, dhe kur kjo të ndodhë mund të përjetoni efekte anësore si alopecia, rënje e një gjendje autoimune që sulmon folikulat e flokut edhe i bën ato që të bien në ndjeshëm. Peshku. Peshqit janë burime shumë të mira të jodit. Një porcion me 3 oncë merluc të pjekur përmban 158 mikrogram jod, e cila është mjaftueshme për të plotësuar nevoja ditore, citon NIH. Butakët. Peshqit e tjerë janë burime të mira të jodit. Një porcion me 3 oncë me merluc të pjekur përmban rreth 158 mikrogram jod, citon NIH. Gjithashtu, butakët janë në përzgjedhje shumë të mira siç janë karavillet, karkalecat dhe përmbajnë nivele të mira të jodit. Vetëm 4 ose 5 karkaleca përmbajnë mesatarisht 10% të sasive të rekomanduara ditore sipas NIH. Butakët gjithashtu mund të jenë burime shumë të mira të zinkut në dietën tuaj të përgjithshme. Vezët mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për sa kohë nuk e teproni. Një vezë në madhësi mesatare përmban rreth 16% të nevojës ditore të jodit, 20% të selenit që ju nevojitet duke i bërë vezët një super ushqim për shëndetin e tiroides. Manaferrat. Dieta më e mirë për tiroiden tuaj kërkon më shumë se sa jodi, seleni dhe vitamina D. Ushqimet e pasur me antioksidant. Substanca që gjenden në ushqime të caktuara ndihmojnë për të luftuar qelizat të dëmshme. Ato janë gjithashtu në të mirë të shëndetit të tiroides. Sipas një studimi të vitit 2022 në biomedisinën farmakoterapi, antioksidantët mund të ndihmojnë në menaxhimin e mosfunksionit të tiroides. Manaferrat të gjitha llojeve janë gjithashtu të pasura me antioksidant, sipas Johns Hopkins Medicine, ku më të mirat janë mjedrat e zeza. Mjedrat ofrojnë nivele shumë të larta të antioksidantëve, fibrave dhe relativisht pak sheqera natyrale. Disa ushqime përgjithsisht nuk rekomandohen për shëndetin e tiroides, dhe ato janë gluteni, ushqimet e përpunuara, ushqimi i shpejtë. Disa ushqime ndihmojnë në shëndetin e tiroides, për shembull, ushqimet me përmbajtje të lartë të jodit duke përfshirë algat e detit, arrat braziliane, peshkun dhe vezën. Kontaktoni një ofrues të kujdesit të shëndetit nëse dëshironi gjithashtu të menaxhoni shëndetin e tiroides nëpërmjet ushqyerjes. Sipas Health.com, është e rëndësishme që përveç ushqyerjes së duhur të kryeni konsultat e mjekut dhe të merrni gjithashtu në konsiderat edhe atë që ju ka përshkruar ai. Është mënyra më e mirë për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj dhe për të menaxhuar gjithashtu edhe keq funksionin e tiroides, e cila nëse lihet pa u trajtuar mund t'ju kushtojë edhe shtrenjtë për shëndetin. Prandaj çdo shenjë të mundshme që mund të keni, adresoheni tek mjeku dhe merrni trajtimin e specializuar, citojnë ekspertët. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se
Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tjera negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.